Grupi i Kosovës për Sistemet Gjeografike të Informacionit ka publikuar të dhënat më të fundit për ndryshimet në sipërfaqet pyjore në vend, ku periudha 2000-2023 paraqet një trend alarmues të humbjes së pyjeve në nivel kombëtar. Në kuadër të këtij raporti kombëtar, Gjakova renditet ndër komunat më të prekura nga shpellëzimi. Eksperti i GIS-it Leutrim Krasniqi, i cili tregoi se ka analizuar posaçërisht zonën e Gjakovës. Analiza që kam zhvilluar unë është e bazuar në dhënat Landsat nga dataseti kombëtar Hasen Global Forest Change, duke mbuluar periudhën prej vitit 2000 deri në vitin 2023. Këto të dhëna na lejojnë që të monitorojmë vit pas viti për ndryshimet në sipërfaqet pyjore. Rezultatet në këtë trend të vazhdueshëm na tregojnë që kemi humbje të sipërfaqeve pyjore. Nëse ndalemi ose thellohemi më shumë në komunën e Gjakovës, atëherë shohim se gjatë periudhës 23 vjeçare, prej vitit 2000 deri në vitin 2023, kemi humbje totale të pyjeve prej 1293 hektar, apo 12.9 kilometra, në të njëjtën kohë, një hapësirë e caktuar e komunës ka pasur rigjenerim të pyjeve, që do të thotë se ka shtim për periudhën 23 vjeçare prej 313 hektarëve apo 3.1 kilometra, mirë po, gjithsesi humbja është më e madhe në krahasim me shtimin, që do të thotë se për periudhën 23 vjeçare janë gjithsej 900 hektar apo 9 kilometra në katror që ka pasur humbje në komunën e Gjakovës. Krasniqi nënvizon se zonat perëndimore të Gjakovës janë më të rrezikuarat me prerje më intensive. Ai thekson se faktorët kryesorë që kontribojnë në këtë situatë janë prerjet ilegale, pastaj zgjerimi i infrastrukturës, zjarret sezonale, bujqësia dhe blegturia në zonat pyjore, po ashtu edhe jo menaxhimi efikas i pyjeve. Në bazë edhe të analizës që është bërë, zona ose pjesët perëndimore janë më të rrezikuara edhe shfaqen si zona me prerje më të mëdha të pyjeve. Sigurisht që faktorët që kanë kontribuar në prerjen e pyjeve janë prerjet ilegale, pastaj zgjerimi i infrastrukturës, zjarret sezonale, bujqësia dhe blegturia në zonat pyjore, po ashtu edhe menaxhimi jo efikas i pyjeve. Sipas tij, humbja e pyjeve po sjell pasoja të drejtpërdrejta për mjedisin dhe komunitetin lokal, duke rritur erozionin e tokës, duke ndikuar në klimën lokale dhe duke shkatruar probleme në rrjedhat e lumenjeve, përfshirë rrezikun e përmbytjeve. Këto prerje të pyjeve sigurisht që paraqiten edhe me pasoja serioze edhe për mjedisin edhe për komunitetet lokale, duke filluar nga erozioni i tokës, pastaj duke ndryshuar edhe atë klimën lokale të zonës apo të hapësirës përreth, pastaj duke ndikuar edhe në çështjet e lumenjeve, të cilat mund të rrisin edhe përmbytjet, por edhe çështjet e tjera. Në njoftim theksohet se këto të dhëna ngren alarmin për nevojën urgjente të projekteve për ripyllëzimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, si një parakush për mbrojtjen e natyrës dhe alancave klimatike në vend.